Mirë se erdhe në kanalin Yjet Flasin. Nëse do që ti dëgjosh çdo ditë mesazhet që Yjet kanë për ty, abonohu tani dhe aktivizo zilen për të mos humbur asnjë parashikim. 10-14 dhjetor, një lajm i papritur vjen. 3 shenja do marrin mundësinë e ardhmë që nuk kthehet më. Nga 10 deri më 14 dhjetor, energjitë kozmike marrin një kthes të fortë, të papritur dhe plot intensitet. Kjo është periudha ku universi nuk flet më me shenja të vogla apo të heshtura, por troket fuqishëm, hap dyer, lëviz rrugë të bllokuara dhe sjell lek, mundësi dhe lajme që ndryshojnë ritmin e jetës. Në këtë interval, hëna, dielli dhe ndikimet e planetëve të mëdhenj krijojnë një portë të ardhmë, një dritare shumë të ngushtë kohore ku fati materializohet menjëherë dhe ku ata që janë gati të bëjnë hapin e madh, shpërblehen. Lajmi i papritur që vjen nuk është një lajm i zakonshëm. Nuk është një thirrje e vogël e rastësisë. Është një trokitje e fatit që vjen vetëm një herë në shumë muaj dhe që duhet kapur pa hezitim. Energjitë e kësaj periudhe janë të lidhura me rritje financiare, ndryshim të profesionit, oferta të reja, pagesa që vijnë vonë, por arrin në momentin perfekt. Marrëveshje që hapin horizonte të reja dhe bekime që vijnë përmes njerëzve që nuk i prisni. Këto ditë mbartin diçka shumë të rëndësishme, mundësinë e ardhmë që nuk kthehet më. Disa shenja do ta ndjejnë si një shtysë të brendshme, si një zgjim, si një dritë të fortë që u thot, tani është momenti yt. Të tjerët do ta marrin përmes një telefonate, një mesazhi, një lajmi zyrtar, një mundësie pune ose një ndryshimi të papritur që i çon drejt të ardhmes së tyre më të mirë. Disa shenja do hyjnë në një cikël ku energjitë financiare bëhen më të fuqishme, projektet marrin hov, njerëzit e duhur shfaqen në momentin e duhur dhe rruga drejt suksesit bëhet më e qartë se kurrë. Në këtë video, do të zbulojmë cilat janë 3 shenjat e privilegjuara që do marrin lajmin e madh dhe që do kenë shansin e ardhmë për të ndryshuar jetën e tyre, një shans që, por kap, nuk kthehet më kurrë. Qëndroni deri në fund sepse mund të jeni pikërisht ju që universi i zgjedh këtë herë. Demi, nga 10 deri më 14 dhjetor, për Demin hapet një prej periudhave më të forta të fundvitit. Kjo shenjë do të marrë një lajm të papritur që lidhet drejt për drejt me stabilitetin financiar, me punën, me një pagesë të vonuar ose me një ofertë që vjen në momentin më të duhur. Mund të jetë një mundësi që ka kohë që e prisni, por që nuk po materializohej. Këto ditë, Yjet thonë se dikush po ju hap një derë të re, një derë që nuk do hapet më kaq lehtë në të ardhmen. Në aspektin profesional, Demit i shfaqet një mundësi e ardhmë që vjen si bekim nga universi, ose rritje pagese, ose një projekt që nis duke sjell fitime, ose një bashkëpunim që ndryshon krejt rrjedhën e muajve të ardhshëm. Ka edhe një element surprizë, një lajm që vjen nga një njeri që nuk e prisni. Mund të jetë një person që ju ka vlerësuar në heshtje, një zyrë që ka lexuar punën tuaj, ose dikush që ju propozon një rol më të madh. Nga ana emocionale, Demi sheh qetësi, por energjitë financiare janë ato që dominojnë. Datat 11 dhe 13 dhjetor janë thelbësore, diçka që mendonit se ishte e pamundur, merr formë. Dhe kur kjo mundësi të shfaqet, mos hezitoni. Është një shans që nuk përsëritet shpesh. Gaforja. Për gaforen, periudha 10-14 dhjetor është pothuaj transformuese. Lajmi i papritur që vjen nuk është vetëm financiar, por lidhet edhe me një ndryshim stabiliteti, me një vendim që ju nxjerr nga ngërçi, ose me një mundësi që ju çon drejt një kapitulli të ri në jetë. Këto ditë do merrni një informacion, ftesë, lajm, njoftim ose propozim që ndriçon rrugën për muajt e ardhshëm. Mund të jetë diçka që në fillim ju çudit, por më pas kuptoni se është mundësia e ardhmë që keni kërkuar gjithkohën. Në punë, gafores i hapen portat për avancim, për ndryshim pozicioni, për një përfitim të ri ose për një shkputje nga diçka që e ka lodhur. Energjia e universit për ju është shumë e qartë, bëj hapin, sepse ky shans nuk kthehet më. Nga ana financiare, ka rritje, pagesa, fitime ose një ndihmë që vjen në momentin e duhur. Mund të jetë edhe një lajm nga jashtë vendit, një kontakt që ju ofron një mundësi të rëndësishme, ose një vendim që ju çon drejt stabilitetit më të madh. Emocionalisht, ju çliroheni nga një presion i gjatë. Dhe datat 10 dhe 12 dhjetor janë vendimtare. Ato ditë gaforja mund të marrë një lajm që ndryshon të gjithë ritmin e fundvitit. Shigjetari. Shigjetarit i vjen një periudhë që duket sikur universi i thotë, është radha jote të shpërblehesh. Nga 10 deri më 14 dhjetor, kjo shenjë është në qendër të një energjie të fortë zgjerimi dhe suksesesh.
Një lajm i papritur, i fortë, i papërmbajtshëm vjen në jetën tuaj, dhe ky lajm vjen me mundësinë e ardhmë që nuk do përsëritet. Shigjetari mund të marrë një ofertë financiare, një mundësi të re biznesi, një ftesë për bashkëpunim, ose një hap që e çon karrierën shumë më lart. Kjo periudhë është e lidhur me vendime të mëdha dhe me kapjen e shanseve që i ndryshojnë rrënjësisht muajt e ardhshëm. Një njeri i rëndësishëm mund të hyjë në skenë, dikush që ju hap një derë, ju shtyn përpara ose ju ofron atë që keni kërkuar prej kohësh. Mund të jetë edhe një rikthim i fatit tek ju, një ndihmë që nuk e prisnit, ose një mundësi që vjen nga një vend ose drejtim i papritur. Datat 11 dhe 14 dhjetor janë datat ku shigjetari mund të marrë lajmin e madh. Energjia thotë se çfarëdo vendimi të merrni gjatë kësaj periudhe do t'ju çojë drejt fitimit, rritjes dhe një kapitulli të ri pozitiv. Këto ishin 3 shenjat që nga 10 deri më 14 dhjetor marrin lajmin e papritur, mundësinë e ardhë dhe bekimin që nuk kthehet më. Nëse ndjeve energjinë, nëse ndjeve sikur universi të foli edhe ty, atëherë mos haro ta dëgjosh intuitën tënde, sepse kjo periudhë sjell sinjale shumë të forta për të gjithë. Tani dua ta di prej jush, cila është shenja juaj? Shkruajeni poshtë në komente që energjia juaj të bashkohet me këtë parashikim dhe të tërheq edhe më shumë fat, mundësi dhe lek në ditët që vijnë. Mos u largoni pa u abonuar në kanal, sepse çdo ditë sjellim lajmet më të reja astrologjike, paralajmërimet, dhuratat e universit dhe energjitë që mund t'ju ndryshojnë jetën në momentin e duhur.